Konsiderat e kërkesës të shqetësimet të gjëra qytetar mund të përmbëj shkeljet e parimeve të përfaqësimit demokratik dhe të hap një rrugë për ndjekje të mjeteve të tjera ligjore. Përfshir anktimimin të institucioneve kompetente. Kjo kërkesë paraqet në kryen dialogut institucional dhe në respekt të rendit juridik, me qëllim mbrojtjen e interesave të kolektivit të Bashkisë Beç. Këto janë pikat ligjore, unë e bazohem, edhe si ju drejtohem. Për më shumë, të sekretar kemi edhe përfaqësuesin tjetër të komunitetit, i cili do të flasim me gjëra të gjatë. Shumë faleminderit të gjithë. Edhe për iniciativën dhe mbështetjen bashkëkohore dhe pikat e kërkesave të ndërtuara. Shumë faleminderit. Punoni ditë. Merci Unë jam duke bashkë në Lëvdjan, por imagjinoni si kur vend të vetra të në mund të basa dhe 200 apo 2000 të mashin, sepse thjesht për një opinion kemi gjetur thuaj se një son me shumë banor të zonës. Të reprezentim që kur të vishë në mund ato që nuk njohet, të mësuesi Gjergj Vishni, su specialist në historisë dhe gjeografisë, anëtari i bordit të shoqatës së mësuesve të historisë të Shqipërisë, për 3 vitesh. Modestisht kam bërë disa prezantime, projekte të vogla tjera që kam prezantuar më lart, gjithçka për të mirën e komunitetit, zonës në vendin që punoj. Pse jam këtu? Jam këtu sepse mendoj se si shumë njerëz tjerë përpiqem që ta ndërtojmë jetën këtu, ato që kemi, ato mundësi që kemi, në punë, në dëshpëri. Shikojmë se do arrit deri tani është e vështirë, por shikojmë, shpresojmë. Kam një fjalë se pushteti lokal ka rëndësi dhe shumë njerëz janë në konfuzion midis pushtetit lokal dhe pushtetit. Kjo nuk është punë politike, kjo nuk është punë politike qendrore, punë se kush pagash apo pensionesh apo tjetër. Kjo ka të bëjë problemi që ngrenë ne, ka të bëjë me jetën e përditshme, ka të bëjë me shërbimet, ka të bëjë me ujë, me drita, me kanalizimin, me vaditjet, me zjarret. Siç e pamë, siç e shikojmë së fundi në përmbytjet, me njerëzit në nevojë etj. Dhe unë do të jap disa shembuj, do të shpreh këto disa pyetje që do të lë këtu dhe këto disa do të jemi në gjendje të përgjigjemi. Pse të nuk pushteti lokal? Imagjinoni një fshat ku janë 100 familje që jetojnë si mbretëra dhe vetëm një familje e varfër. Ku do ta gjej kush është kjo familje e varfër dhe si do ta ndihmojmë? Kjo është pushteti lokal. Pushteti qendror atje në dy. Tjetër, kush do të arrijë cilat janë problemet kryesore? A ka identifikuar qoftë edhe këto të zgjedhur këtu, cilat janë problemet reale të zonës? Nuk di nga ato fillosh. Për shembull, çështja e pronësisë, ne kemi akoma njerëz që nuk kanë dokumenta për tokën, për kampë, për shtëpi. Në momentin që këtu vinë shumë vizitorë, vendase tuaj etj. Dhe na pyesin sa kushton metri tokës, apo sa kushton banesa, këtë që ka vendin bukur, këtë që ka vendin mirë, etj. Me radhë. Tjetër, problemet me, siç e thash, me lokalizimet, por mungesë tjetër ka shkruar mungesa e fuqisë punëtore që po ndihet tani vitet e fundit dhe për këtë do të themi disa argumenta. Mungesa e vaditjes, vend me plot ujë dhe që nuk kemi vaditje, ndërkohë që bujqet e dinë shumë mirë që nëse tokës nuk kemi 2 prodhime, do të shpat. Neve një prodhim nuk e marrë. Uji ka plot, por nuk e kem plot atje. Pse? Are ta gjej. Një gjë thjesht tjetër, mungesa një çerni. Këto familjet e reja, domethënë, që përpiqen ndërtojnë jetën e fëmijëve etj. Me radhë, nuk kanë problem fëmijët e vegjël, moshës nga 0 deri 3 vjeç, në qëllim që të shkojnë punojnë. Pra, janë disa gjëra që nuk e tjetër, mund të flas pafund mungesa një e këtyre shërbimeve pas shkollës, pra after school, siç quhet moderne, pra nuk kemi problem fëmijëve, në qëllim që të shkojnë punojnë. Sepse edhe tani që po themi që ka punë etj. Nuk kemi problem fëmijëve. Dhe po pyesni njerëzit, këto janë vërtet probleme përditshme, janë probleme të cilat i prekin dhe na stresojnë në përditshmëri dhe bëjnë njerëzit të përzitën etj. Kalojmë tek probleme të tjera, mungesa
këtyre investimeve sidomos në ullim, të cilat janë bërë nga njerëzit në mënyrë private apo me përkraje me solucione nuk ka rëndësi, por ja ku vjen momenti që duhen rrugët për të vajtur tek toka, duhen rrugët për të kaluar zjarr fiksja, sepse nuk ka ku hyn. Dhe këto mund ta bëjë vetëm pushteti lokal, pushteti vendor, nuk mund ta bëjë qeveria në Tiranë. Nuk mund ta bëjë as Tirana, as tjetër, kushdo që tjetë. Pra këtë din njerëzit ju që jeni këtu, ose ne që jemi këtu ta themi, banorët që jemi këtu. Disa pyetje, do thash vetë disa pyetje. A dini ju që ka disa bashki, këto 60.000 bashki të ekzistuese, të cilat i kërkojnë fonde buxhetit shtetit vetëm për krijim, që të shkrijnë rrugë gjatë dimrit? Fusharëzi, Puka, buket plot bashki tjera. Këto e xhvasin kuptimin e mirë. Buxhetin, fondin që marrin nga qeveria vetëm për krijim, që të shkrijnë rruga. Ne nuk kemi probleme këtu. Zona jonë ka i fat mirë, edhe këtu ka resurse gjeografike. Ka një fat mirë që kemi një territor, po themi drejtë ku të but, me kontra me vallëzime të tjera, ne nuk kemi ura, nuk kemi probleme, nuk kemi po themi probleme që mund të ketë zonat e Veriut apo zonat tjera malore apo zonat thella ku nuk kalohet nga shtatori deri në prill e tjera. Pra ne duhet ta përshtasim politikat lokale me nevojat lokale. Dhe tani më thoni ju mu se si mund të shkojmë neve të bashkangjitemi Sërrikut apo dhe më keqet Elbasanit. Po e them dhe një fakt tjetër. Në ndërtimin e rrugës Elbatja dhe plotësimit të autostradës korridori 8, Elbasani do të kthehet edhe më i vdekur se sa ç'është tani. Edhe më keq. Askush nuk ka përcjellën në Elbasan, vetëm ne që do kemi larg qoftë hallë për të vajtur aty. Sepse nuk do na lëjë njëri autobusat që vinë nga Bullgaria, nga Turqia, nga askush nuk do kalojnë aty, do kalojnë Nazës 2 kilometra larg nga qyteti Elbasanit, dhe tani ju thoni gjitha kompetencat ose shumica e kompetencave i çojnë në këtë qytet. Apo dhe në Sërrik, në cilën nuk na lidh na e kupton rrezik, po që për arsye, domethënë ma mirë mos i përmendim. Marrëdhëniet jo shumë mirë po themi që kemi me. Neve kemi një identitet tonë, edhe unë du të zgjatëm në aspektin gjeografik e tjere, do të këtë një tabel këtu, që tregon, dhe kam lutuar edhe në revistën lokale, që tregon se nuk ka lidhje fare numri i popullsisë, ose sipërfaqja e popullsisë se një territori për të quajtur njësi administrative në vetë. Për shembull, dhe kjo është dotimi i Institutit Shqiptar të Bashkive, është zyrtar, mund ta gjeni, dhe thotë, Shqipëria 61 bashki, Bosnia-Hercegovina 124 bashki, Bullgaria 225 bashki, po kaloj sa Maqedonia 81 bashki, Moldavia 498 bashki dhe komuna, Rumania 3180 e tjerë, pra nuk ka lidhje. Si është raporti ku banorë? Nuk ka lidhje pra, varet nga politikat që ndjek shteti vetë, sepse do të vesh re disa nga këto shtete janë fushore, disa nga këto shtete janë malore, dhe nuk kenë tipare të ngjashme me Shqipërinë. Me tim që ne jemi një vend ku ka një 70% të shkollë nord dhe malore, dhe më shumë, them. Dhe ndarja administrative duhet përshtatur me rrethana dhe me kushtet dhe me prioritetet që duhet ketë ky komunitet. Pra, ky është vendi, ky është momenti që secili prej nesh, secili prej jush, apo kushdo që banon këtu, duhet mendojë në mënyrë lokale, duhet mendojë për vetëm është kompeticion, është garë, dhe disë bashkive. Shumë bukur na bënë ndonë që 7 bashki nga 61 ditë kanë në fitim. Do është normal, të Tiranë, me lidhje me biznes, apo fiton Bucia apo nuk e di tjetër. Duhet menduar lokalisht. Ju të gjithë keni qenë jashtë. Edhe unë kam qenë në një qytet, nuk do të them emrin, ku kalojnë nga njëra lagje në lagjën tjetër, njëra lagje ofronte transportin publik falas. Hypën autobusat, çdo lloj le të ishte emigrant, me letra pa letra, kushdo që ishte, nga ora 7:20 deri në natës transporti publik ishte falas. Pastaj sprisja hypën në lagje tjetër, ishte me lekë. Pse? Sepse ajo mini bashkia aty apo një siç ai ishte, kishte punuar mirë, kishte administruar mirë fondet, edhe kishte bërë të mirë për banorët. Duhet ta mendojmë se këtë. Se këtë themi që ky bashkim evropian do të jetë janë pra si gjendet një zgjidhje, ofrimi një transport, mjaftojnë 2 autobusa të vegjël e tjera, kjo është histori tjetër pastaj, por ja si e ka gjetur, pra po jap shembull. Po jap shembull se si mendohet lokalisht, pra nuk ka lidhje me politikat qendrore kjo që po diskutojmë dhe po shtrojmë. Për të mos folur pastaj për cilësinë e shërbimeve që ka shumë për të rregulluar, dhe unë them që nuk është momenti që të zgjatem e tjerë, secili mund të ketë ato përshtypjet ose i pamjet e veta, të diskutohet.
Pra cila është perspektiva? Si e shikoj perspektivën? Unë e shikoj jo vetëm bashkinë në Beqit, por me gjërë. Thashë e kam përretuar Dumrend si njësi më vete, dhe cila studiohet dhe gjeografi në klasë 6, pra studiohet dhe të veç, sezon karstike me liqenet e tjera më radhë, pra me kushtin minime, është në veçantë, është e njohur në gjithë Shqipërinë. Pra dhe tani që me reformën e vitit që nisë 2014 në vend 2015, për herë parë ne kishim shansin, kishim fatin që të realizoheshim ose si kush të identifikonin me traditat, me kulturën, me ekonominë e tjera, përsëri po planifikime në duken jo bindës. Pra në ndërshtrimin tim edhe historik, gjeografik, ekonomik, pra në ndërshtrimin e ngushtë të problemeve të përditshme, të përditshmërisë, pallave të problemeve të tjera, unë do të thoja që Bashkia e Beqit duhet mbetet në singat. Faleminderit, nuk e Ose keni në faleminderit. Në një banë mirë të rritë pak personale. jo vetëm banka, që do vimin në Elbasan, arsimin e kemi në Korço, në gjykata më shumë zotin, të zdihet se ku vete, Policia pra, të rritë. policia. Çfarë kam unë? Kam Unë dhënë ti pishe Me shumë që kanë në Pra, bashkëllë. unë do të vija këtu për propozime tjera praktikisht. Se kemi shumë gjëra që mund bëheshin me pak, jo me shumë shpenzime, jo pa ndaj fond. Por vim tani për gjëra tilla që E di shumë faleminderit. Faleminderit të tjerë, faleminderit të tjerë. Atëherë, pas prezantimit të dy zotive, do të diskutojmë.
O zotëri, do po të propoj një votosh një, do votosh një reformën atje, ti do votosh pra të shpërgoja e zotënisë të shprehsh, votosh, të shprehsh. Ti ke shumë dëshirë të do të gjë qytetare. Si këshilltar timorale ke të shprehsh, pa shkryq, që është një vite të vjetë të kërkom. Fortisë që Po më flasin në statut, pra jo financim kundër ple, po më ta shprehu. Ja, Ruta. Vedi ka të qëtë drejt, për e këtu të punë e hinë. Po jetë të rishë në të sërkes jetë për të mu. Ju ka përra Kristina, kaloj ke pika pare. sa kohë me këmërë me do. Kemi a miliona lekë për to. Projekti e 6%. Miliona lekë në do për të pullu për. Ene me kramë do të tarmë. Atëherë, kalojmë ke pika e mjaftimit 6% për muajin qershor. Fantastis. Sa nuk e do të thotë. Pas avisa të ty qytetarëve që ka, 6% që nuk është fuqën në prill. Për çfarë arsye po ne kemi shumë për muaj generator. Me informacion pse s'është futur 6% që nuk është maqë në prill. Pse si ka mundësi? Nuk është marrë mund të nga qytetarët. Pagesa, që në prill dhe në vazhdim. Informacione ta, ku ama? Kjo është e short. Kjo është financa. ne kemi kaluar Po tash pjesë. qytetari më thotë se ka marrë. Pagesën pra pagesën ka vajt ke posta ku e çon, ke posta ku e ti mëshuar, se nuk e di ku e çoni. Se ka marrë një person, po se shmarrë 6%. Personi që më thotë mu 6% nuk më shëngon që në po është në sot dike lista, si nuk që ka këtë lista, unë po nuk është atë Jo, 6% nuk është që në prill. Nuk është dhënë për të gjitha mjetë, nuk është dhënë Për të gjithë more. Në ti, është ajo fjalla që ti ke gjurë ka në qytetarë, jo se ke verifikojmë. Tani ta verifikojmë rasin e tuaj, emrin e ta gjithë. Po kjo nuk do të votojmë për Po i mos të spodë, unë po kërkoj shkejtim që nëse e meratoj. Atëherë, do të edhe për gjithë mungesë. Që të më. Jo me kemi këtu në përveçuse, s'ka mungesë fondash. S'ka kalu. Mund ta pracohet edhe sot është, ta thotë ai Ku ka qenë data fundit që ti kaluaj 6%? Me që i përfaqësuesi. Jo, kemi përfaqësues. Është ai i financës. Po shoh na. Po ti i financës është Kam sot çoj parë ku po pyet ai. Jo, financës është teknia, ku ka qenë data fundit që ka kaluar 6%? Ku që date? Prancohet apo? Ne prancohet. Jam pa vënë këtë.
Kaloj 6% kush është kush është pro? Kundër. Abstenim s'ka, kundër s'ka. Kalojmë ke pika. Kalojmë ke pika 3 të ditës. Djali ka arru çantën. Për emërimin atë këshillin drejtor. E kemi. Po, unë Lojak. Suksese, marsi. Jam Kristina Qosja, punojësja për rinjin dhe sportin. Kam ardhur të propozoj një projekt vendim për ngritjen në Këshillit Vendor Rinor, i cili ka për qëllim përfshirjen e të rinjve në proceset vendimarrëse, promovimin e politikave rinore në nivel vendor, si dhe nxitjen e dialogut mes të rinjve dhe institucioneve vendore. Përbërja e KVR-s është konceptuar në mënyrë që të përfshirëse duke garantuar përfshirjen në institucione vendore, organizata sportive, arsimi mesëm, student, si dhe komuniteti. Gjithashtu në këtë projekt vendim, përcaktohen rregulla bazë të funksionimit të KVR-s, ku përfshihet zgjatja e mandatit, numrat e vendimit të anëtarëve, zhvillimin e mbledhjeve, si dhe pjesëmarrjen në aktivitete dhe profesionet të ndryshme. Dua që të them gjithashtu që ky projekt vendim ka kaluar një herë, por duke qenë se ne kishim kaluar numrin e anëtarëve të Këshillit Vendor Rinor, e kemi sjellur sërish duke reduktuar këtë numër. Faleminderit. Pyetja e projektit që nga Po, unë jam kundër jo pyetje s'kam, jam kundër këtij niveli të këshillit, sepse ne kemi këshillin tu dhe s'po funksionon siç duhet. S'na interesojnë edhe ky këshill do shkrihet. Na pikat ca këshilli rinor. Kto janë thjesht, kto janë thjesht, po jo janë thjesht patronazhista që mundi të ashtu. Se ajo sa jo është. Po shumë gabim. Mirë, faleminderit. Ne dakord jam unë. Sa këtë funksion ky këshilli si funksionon as bordi i shkollës. Nëse funksionon as bordi i familje. Ju tash na vitin ca këshilli rinor për vendos sa emra aty për t'i pas nesër se kemi ca maturantë këtu. Për t'i pas nesër. Po për patronazhist. Po Unë jam dakord për këtë lidhje që kanë marrë, po jam kundër mënyrës së përzgjedhjes. Okej. Sepse ne ato persona që ti furti e ndëruar, ta për shembull jam shumë dakord, vajzat rrit po mund të kishin bërë ndonjë përshkrim për veten, me çfarë kriteresh janë përzgjedhur, kujtja janë që ta dinë ne, se po ti po thuaj që unë kanë fut gjithë përfshirës. Mund ata nuk jon fasnit këtu. Një përshkrim, një CV, Kristina është kryetare do të punojse. Një CV të këtyre personave mund ai kishte sjell. Po, në faqen e bashkisë, nga data Jo, ne 7 Po pse kishe marrë fotokopja? Nga data 7 prill deri në datën 20 prill ne kemi lançuar një formular aty ku të rinjt kanë aplikuar dhe janë përzgjedhur. Dakor, pra janë përzgjedhur të rinjt dhe na jep një informacion kush janë këto të rinjt ose informacion mund të detajuar. Marrë të zjarë. Okej, ka shtuar, plus mënyra e zgjedhjes dhe të zgjedhjes. Okej. Pyetje tjera? Edhe votim, mos gjatë një shumë. Kush është pro? Kundër 2, 4, 6 kundër, abstenim 1 mirato. Morën mbroj domar. Mbroj mirë se personi. Mbroj mirë. Turoj. Vendim Mbroj mirë. Në vota. Tano. Faleminderit. Tina që duhet të më ndonjë mirë, se është shumë e shumë. Jo, po s'është shumë për pak, është sa duhet. Kalojmë ke pika 4 e ditës. Mbi dyshimin e verifikuar, për verifikimit të radhës për vitin 2026
Atë besoj se kam gjithë shill që thonë që 26, 28, 29, dhe me ato shikuar. Me ato ti këtë gati të basan. Po pra, emra. Pare ka donarë. Unë vazhdo të kjo të lutem. Përshëndetje, kemi një shpesë buxheti në bazë të aktit normativ numër 2/10/2026 për një stes fondi që është transfer të Do paktën falë pozicionin që ke ti kush? Unë jam Ana Musa, përgjegjëse financa. Përgjegjëse financa. Po. Jam prezantuar herën e parë, po. Po vjen. Okej, vjen. Vazhdo. Është një shtet buxheti që ka ardhur një fond mbi transfer të pakushtëzuar sektoriale dhe transfer të pakushtëzuar përgjithshme. Sektoriale ka ardhur fondi për punonjësit e MZSH-s, ndërsa sektorial e përgjithshme është një grant. Gjithashtu kemi edhe një shtesë plani për të ardhur për vitin 2026. Për planin më parë. Kush është plani? Plani të ardhurve vjen si pasojë të ardhurve të realizuar për gjashtë e parë dhe ka kaluar planin për disa zëra. Mjetet ndërtimit, ajo taksa vjetore e automjeteve për dorë. Kemi këtu më shumë lekë, si duhet? Po normal do të bëjmë taksa më nacionale. Ka zgjidhur. Është realizuar plani, është realizuar plani, kemi plan Ku të detajojmë? dhe rritja që propozohet është ke 14 milion të euro. Për ku? Për taksat e automjeteve që vjen nga drejtoria e transportit. Do të ndërtojmë me Kjo është shtesë plani, nuk është investim. Është shtesa e planit që shtohet ke plani i 2026. Gjithashtu këtë shtesën e do ta përdorim për vendime gjyqësore që janë parashikuar për Tani para kalojmë një shtesë, kalojmë një ratojmë Vendimi gjyqësor. domethënë domethënë taksa qytetarëve që janë ngritur, ti thua që do të çohen për vendimet e gabimet që ka bashkia? jo, do përdoren E do përdoren. Pra një të gjë. Përdor. Po ti futi në buxhet, si ke futi. Atëherë ne po shkojmë plani. Është propozimi i planit për të ardhurat që janë mbi realizim, mbi plan. Kështu që të po propozojmë. Okej. Kjo është pika Dhe është 14 milion për të 4 zërat. Totali 14 milion. 14 milion lekë total. Të gjitha zërat e të kalojmë Kjo plan. është e ka vetë po uno Kërkojmë rritjen e planit. uno blek çfarë kishe për të thënë? Po ne në lidhje me këtë projektimin parë për ndryshimin e planifikimit. Po diskutojmë mënyrën se kjo bashki po është qytetare, si partner për zhvillim apo vetëm si burim për të mbusharën. Është lehtë thush që ja realizu. Dhe tani po rrisin parashikimet. A ja përmirësu shërbimet në djetë e mas? Atëherë, pjesat e shërbimit është zyra tjetër që merren me këtë pjesë. Kurse për pjesën e planit, zyra të ardhura ka realizuar planin, ka kaluar mbi plan. Këtë po propozojmë, Tani këto shtim planin. Për mos dalë se nga të ardhurat e 6 muaj të parë, për shembull vetëm zëri i lehtë në timit, ne s'parashikojmë dot se sa të ndërtojnë qytetarët. Kështu që ky zë ka te kalimi i planit, po propozojnë që ta shtojnë si plan. Kaq. po. Çfarë ka? Asgjë. Qytetarët kanë të drejtë të dinë se ku do të shkojnë këto para dhe cilat projekte konkrete do financohen. Po pra, atë do themi. Është pika tjetër. Është pika tjetër. Do ti dua unë ta miratoj sot, po ti nuk i ke ku do më shkoj. Po ja pra do të themi, Ah, më thuaj pak. po dalë pra ti s'kemi natur tën. Po të kalojnë na pika, do Se me raportin para sa të pika. Kuptoni konceptin. Jo, ti fusi mirë ke arka. janë Ani pse i çfarë? Pastaj do marrë vendim tjetër, ku ti çoj? Nëse ke fundarkje. Ne nuk jemi kundër mbledhjes të ardhurave. jo janë arkitektur të ardhura. Janë arkitektur të ardhura. Janë fut do kryetar. Ja. Ti duhet Thjesht po e shtojmë si plan. Ka
Kush është pro? Kundër? Ti ke majmë atë si duhet të thoni. Si kundër, që kundër E kuptoj. Se kërkon, pali, se kam se kërkon përgjigje ti muja. Kam të drejtë të 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 Mirë, 9 vota pro, kundër 6. Numërojnë, se nuk e bërë dhe kush është Idhe në herë. Pro, 2, 4, 6, 8, 9 vota. Kundër 6 kundër, abstenit 1. Nuk vetë pjesë votim. Nuk miratohet, faleminderit, nuk du me kthejnë qytetarëve. Po të paktën t'ishte miratu fondi që ka ardhur. Që të dume dhe se s'kem po, kemi 3 vjetë s'kemi po asi të parë. Fondi ka ardhur për zjatë fikse, të kalojnë. Kam një pyetje për zjatë fikset me që po ma thua ti. Paktën vjetë me që po thu për zjatë fikset, jam shumë dakord. Se vjetë ne kemi miratu 2 paka për zjatë fikset. Pak shtesë se ti nuk e qenë toshat nuk e mban mend. Dhe një pak nëse ti një Po kjo ka është shak normativ. Dakord pra. Ke zjatë fikset, i ke pa në qaj qëndë jam se ishte shkull që ku i rrugëve sot nuk po e mjëllshin dot. Edhe pse ishte makineri e reja se shak një rrugë. Vjetë paktën e kishim, më falë, dakord pra, me që më ka që zjatë fikset, vjetë paktën e kishim, vjetë e kishim një këshu, një makineri që e lakte, bëjqin një 2 herë, po pra janë 2 herë nga fillimi dhe në fund ta ma. Po është më, sonë se kam pak të vitë, e ke pak të vitë datë? Ti e më përvade e mi, nuk e pak e pak. është lakë bëjqin vjetë? Sot e lakë me Sot është lakë me zjatë fikse bëjqin, sot po ajo makinë nuk ka dalë më, që nga vjetë. Po ti përqa se nuk është lakë nuk miratove dhe fund ti të marrë? Po që do të shakë të pak zjatë fikse në ajo se më Të këtë lutem, si lutem, model. tani bëje çik serios, se në dive do A mund të shtoj diçka Në lidhje me shqipimin e planit Kama dhe shtesë buxhetit për vitin 2026. Sikur se shpjegoi kolegët, ka 3 komponentë. Njëra është nga të ardhurat, të cilët e shpjegoi dhe drejtori i financës që ka të bëjë me kalimin e disa burimeve të planifikuar për vitin 2026. Dhe për këtë arsye, ne kemi menduar, referuar edhe në faktin e ditë kaluar, që këtë plan ta kalojmë në masën 14 milion. Tani mos miratimi i shtesë buxhetit për mua të ka sens, sepse nuk është faza ku ne po e shëndajmë. Pra rritja, kërkesa e rritjes së planit buxhetit, cila në fund ditës ka përgjegjës për atë sektor, nuk do të thotë që ju s'du të miratoni. Ka një relacion, është parë, dhe është propozuar në këtë masë. Që ose ju keni pyetje, se është propozuar kaq, se më pak, dhe jo më shumë, okej, hajde, janë përgjigje. Po në qoftë se nuk e miratojmë, sepse nuk po përdoren taksat, kjo është plan. Në pikën tjetër, keni shpërndarjen. Diskutoni për shpërndarjen. Kjo është kërkesë për rritje e planit tarave, gjithashtu 2 burime të tjera të cilat kanë ardhur së fundi. Njëra është grandi i shtesës buxhetit 2026, tjetra është po grant, është për sektorin e shërbimit gjatë vitit. Është me akt normativ dhe ne vetëm të zbatojmë. Jemi thjesht në fazën e shtrimit të buxhetit në masë. Shpërndarja ka pikë tjetër. Aty hajde të diskutojmë. Nëse nuk ndalojmë kjo societet për të pjetë. Tani kërkojmë që bashkia të përmbush disa funksione të saja, lidhe këto funksione do financim. Jo të gjitha funksionet do financim. Po ne nuk kemi ato financim, si Ne po kërkojmë, ne do të shqyrtojmë që kemi mundësinë që po shikojmë që të ardhë për rritën. po rritën që të financojmë, jo. Domethënë dhe kur ka financim, nuk do të funksionojë pushteti lokal. Edhe kur ka lek.
Një herë ku s'ka lekë sepse është i pamundur për të kryer detyrimet dhe nevojat e qytetarëve. Por edhe kur ka lekë ju thoni, jo, zhvitum lekën, nuk do të bëni këtë gjë. Kjo është vendim politik. Jo i çaj. Jemi dakord për fond. Domethënë vendim politik i marr Jo, s'është vendim politik, por nuk ka asnjë ndryshim, nuk ka asnjë ndryshim ke qytetarët. S'ka asnjë ndryshim ke qytetarët. Opinion deputat në lidhje me çka këtu e diu. S'ka asnjë ndryshim se s'ka mos e Ti i dashur Ismail, ti thua nuk duhet mbyllet bashkia e Belçit, por bashkia e Belçit nuk duhet Se funksionojë. nuk do të bashkia duke Ti je kontradiktor me atë që kërkon. Jo, se jam kontradiktor. Po. Po pra, ju Thua, nuk duhet të mbyllet, por ndërkohë unë nuk jap mundësi për punuara. Por sa nuk e jep informacion ku me lekët. Kaloj për Ishi historik tjetër, sa jep informacion për ku me lekët. Kemi 3 vjet, ne ato në shkon lekët. Është pas tjetër, Është pikë tjetër që ja thash po. Ore, me pak fjalë ja thash, ore zotni. është pikë tjetër. Ne atojmë që janë hedhur thes. Ti thua jo, edhe thes jo. Kërkesa e rritjes kalitarëve është pikë tjetër me pjesën shpërndarjes. Të ndajmë gjëra. Prandaj kërkova në Po vendem. nuk mund ndesh ka punë në burse po thu kam rrit Po mi janë nivelin e grumullimit. jo ritmo. Nga ka matunes apo? Kjo do të thotë që shumë qytetarë, shumë biznesë nuk kanë pas, nuk janë që paguajnë në shkollë. Janë që paguajnë ka matunes. Ose e fali Shqipëria, mos ke mërë. Të ndëruar këshilltar. Shumë mirë, ti mund t'ja falë tha, po unë që janë shumë i rritë të pagesat, unë çfarë favoresh kam? Jo, po dhe ti do të di, po kur është timi ka Me klientelë së një man dhjo. tani nuk do të parash jo si bujë për shkak Ne po themi faktin. Ne po themi faktin. Nuk ka sens, Ne po përdor fjalën, atje gjokse në flamurin. Ne përdoremi faktin. Fakti është ky. Ti do relacion pse për fakti. Ka njerëz më përgjithësi në atë punë. Po pra, atë relacioni ishte rrit nga montonesa. Atëherë si mund të jem dakord me shumë biznes nuk kanë qenë në gjendje. Kjo do të thotë shqyrësi ekonomike. Ne jemi demokraci dhe ti je person shumë Shumë mirë, jemi demokraci funksionon me taksa. Funksionon me taksa. Funksionon me taksa. Nuk jam kundër absolutisht. Ky është mendim personal, ai nuk ka Jo, s'ka lidhje, këtu jemi përfaqësues popullit. Edhe nuk mund të thosh që kemi moshar. Ka në reflektim në lidhje me votimin në lidhje me Se pasën ma i ndonë mos i ti kryetarët. Se dojë Jo me nomin me bashkin. Jo me nomin me kaloj këtë pika të Ide do soni. Në shkuptim për euro në dorë, jo të janë doni me Niveli më ulët niveli taksën që Shqipëria është bashkëria vetë. Shko me relacion, shqipe 60 bashkëria të tjera janë sa përsi. Niveli më ulët, Tu jemi si përfaqësues janë dhe biznes kampus. komunitetit të veçë. Nuk jemi Ore, hedhën dhe votimin lutem. Kush është pro për vendimit? Kush është pro? Jo shpërndarjes. Plani të përvjantimi i shtetit buxhetit bashkisë Beleshit. Shtesa Ke edhe transferin të ardhur nga Nuk jam dakord absolutisht me frymën e ata. Kundër, po abstenim nuk ka. Faleminderit nuk ka. Shumë mirë, jam plotësisht dakord me të paguar taksa deri në qendrën e punë, po jo që kam në banë përgjithësi. Po të në ka të shtartuar një Se raportin Dashur, kam 35 vjet të paguaj taks tokës, nuk më bëhet se do shërbimi, s'ma hapi rrugët. Se du të më ndoj me këtoj. Po si S'është bëhet se do shërbimi. që ka dhe biznes që çfarë fal ligji. Ne kanë ke prej vendimit për shtetin buxhetit apo kanë qenë kompetente. Të kontatori. I fali borxhet që ishin për të tjerë. Ne që kemi paguar 10 vjet, 30 vjet. Nuk jam pro. Unë vetëm nuk jam Ose më çeka, po atëherë si po? Po pra, s'ka matonesa, me penalitet e kjo gjë.
Me përëndet, Ka 4 mijë. Kaloj teknika e Se përsemi sa keni në moment që falen Si? Nuk mësohet ndryshe. O, ju lutem shumë, kam si kaloj teknika tjetër e ditës, disa ndryshime buxhetin e vitit 2024. mos pa taksa para, do Ju lutem. Atëherë kemi disa ndryshime në buxhetin për vitin 2026 me objektet si më poshtë, që janë shpenzime kurime, operative dhe pajisje kompjuterike, lidhje kontratare të ujitëpishëm dhe shpenzime për Green Shop. Financimi do bëhet nga buxheti i shtetit, nga buxheti i bashkisë, që është miratuar në fillim, duke parë kontratat që janë lidhur, diferencat që janë krijuar dhe në bazë të kërkesave të zyrave që kanë sjellur, kemi miratuar këto ndryshime, domethënë është brenda buxhetit, nuk është thjesht ndryshim. Shtë nuk dhe njërë, Sa ishte? Ka shtesë. Jo shtesë, kjo nuk është shtesë, kjo është... Që është? S'është nevojë se është ndryshime. Ndryshime po shtesë, ndryshime është apo ndryshon do të thotë që të po shtesë doj. Ti më thua akoma më shpenzime për objektin Green Shop. Qa kërkon Green Shop më të marrë të bashkia? Sa tjerë, po fitime kemi. Më falë, qa kërkon se është i 4 është i 4 vit që den me humbje. Grishaja, është i 4 vit që den me humbje, duhet jemi akoma si bashki 4 vit që mbështesin. Por kush është arsyeja? Se du t'jam negatorë. Por nëse t'ja zonë për tërë, në speqë. Lutem shumë, ka mundësi. Qik ma amër me vajzën, nuk keni Ju pse... ka me vajzën, Nuk keni pse në ka me pozicion, nuk keni pse refikoni në punojnëse. S'kam shumë respekt. Po, pikrish pra. Unë kam me pozicion Jo, të atëherë, jo. Po, shuqe. Po, drejtori, Jo, Sa me te, por tani ju lutem. Në qoftë se Unë kam shumë respekt. Unë kam me pjesën që... Unë s'to fendoj në jetë s'kam një grusi që ta dish këtë. tani lutem diskutoni për çështjen pa etiketuar personin që është shpëtuar. Atëherë, unë drejtori është se e më shumë shpejt. Po, Çfarë do Green Bench? Jo. po se Tani diskutoni që... më falë. Kur ne provizoni, një sekundë, të kërkojmë pjesë. Të kërkoj shumë pjesë. Jemi okej? Kur ne kemi një fond të cënuar të ardha që japim qytetarëve ku janë smur apo jo dhe themi që kemi në vit 3 milion, edhe këtë kemi 3 milion edhe nuk kemi masin. Sepse kaq në miratimin e buxhetit kaq kemi vendosur natyre të smundhe. 3 milion, po ikën këto, ta tjerë pas në det marru. Kurse është 4 vit, 3 vit pak në sa jam unë, që Grishaja det me humbje dhe ne akoma vazhdojmë me i japim. Po nuk është normale marrë. Mund ta si në një bilancë të Green Bench që do të kanë. Nuk është normale. Atë pse e bëjmë pra? Nuk është normale ndoshta për ty, por është normale nga ana ligjore. Si ligjore këtë bashkia pas ka të drejtë ligjore po Grishaja në ka të Të gjitha bashkitë ose në ndonjë unë pjesë në bashkia kanë struktura sa në kategorie të shafë. Nuk do të thotë, tani ti mendon kjo që po thua ti, është shpjegoj që ne bëjmë diçka të palishme. Kjo më u po them të Ligji nuk e parashikon që bashkia pagun pra qoftë sikletë që mund të jetë person, rimbursojë të tash. Kjo ka qenë gjithmonë dëshira e edhe juja, që me ato një shumë për ta ndihmuar, po jo për ta nxjerrë. Mos ka të dëshira jo në fare e mira jo, ka qenë vota që kemi pas ju është të gjë, Tani po pak dëshira në e 5 ditë e fundit, Okej. kërkesat kanë ardhur direkt këtu. Po, e pra atë mos thuaj dëshira juaj e mirë, po dëshira e disave. E disave, mund të shprehësh, po qartë. Jo me emra e disave, dhe kuptojmë vetë ata disave. Disave dhe juve ndryshon. Po, i ndryshon. Po ndryshon. Këshilli për mua një është, megjithatë. Dhe faktikisht ligji parashikon që një strukturë e ngritur po nga këshilli, jo nga juve, duhet në bazë është pjesa set e bashkisë dhe ka ca funksione dhe këtu vim në momentin që ka mësuar disa ndryshime të parave për vitin 2026. Struktura e Green Shop nga viti 2026 po mbulon shërbimin e pastrimit të bashkisë. Dhe ka disa punonjës që merren me të shërbim. Ky efekt paguhet nga bashkia sepse deri dje këtë shërbim e kemi përballë. Sot e kemi pjesën e servitorit.
Dhe këto punojës nuk janë pak, janë 2 shoferë, nuk janë 5-6 qije, pjesa tjetër për nësë një strukturë, ta mërë, dhe pastaj në strukturë. Dhe kërkesa për të është një gahar. Shpekimin tim të takës. Okej. Faleminderit. Drejta podës është shkoja, nuk replikoj. Të rejnjemi ke pjesa e pastrimit, dhe nuk e di, keni shku në herë, të rojësin e keni këtyne në depozit pleshëm. Ati ke meni që quat grova e tjilë, të shikosh në vetë bloku totalisht në Katerinë. Nuk e di, a keni një plan tani më vjen për menaxhimin e këtyre. Të dalim kjo vërë të zeza, një sekond, të dalim kjo vërë të zeza, do bëni gjiro, deri te kryqëzimi. Më vjen shok keq që vjen që ti punon shpresë zyrë për të shprehur ankesa apo ku të dish pak rëndësi. Ti ke një mundësi, ti ke të bërtuar një kërkesë për këtë problem. Se ke vënë një institucion për katës. Është vënë dëria më pas në Kush është këtu? Si mund të shkojmë në shpesë? Po pse do të ankesë? Po pse kjo Fikoni stilin. Po tani ne kërkojmë, domethënë, kërkesën për gatuar në këshillën e tij, shpejt e kesh në drejtë apo. Po tani dokumentoj apo dokumentoj. Po pse kjo atë është shumë më e Kjo që po shprehin apo do të nuk jam specialist. Unë nuk kam informacion, nuk kam dokument. Ti po vjen të shkruaj shtela jote për vendestime. Dokumentoj stilin e atë. Pastaj kur reagon ke çet të çortuar. Jo këshit për çdo vend, media, gjithandaj. Deri pa isë. Nuk di gjë, unë kam specialist them që po është apo s'është vërtet. Atëherë e bujësit ka bërë kërkesa dhe urbanistika, duke parë, nuk e di, punoj me program. Dhe kompjuter që ne i kemi, jo me programe, ma nuk e di programe, jo, kompjuterike. Po pra kompjuterike janë, është kompjuteri. Na dorë, do të ndështoni këto. Jo, pe kemi ato, çdo vit na dojmë neve, po jon, nuk e bina ato. Po ku jon ato? Ti ke fonit është brenda Çdo vit na dojmë fond na për to. Edhe kur vjen puna në fund, na det të skema. Po mirë, se kompjuteri apo Kompjuter me lek. Edhe on taksa të gjyqtarëve, do të thonë legët që i kemi na jap në buxhet. Edhe taksa shkoi futur ti për e jashtë. Pastaj, do të drejta jote, domethënë. Tani vazhdojmë, ju lutem, kush e do fjalën? Shpenzimet për lidhjen e restauratës së fishëm më shpjegoj pak. Atëherë janë Ta shpjegoj. Alban, je sekretari i përgjithshëm në Valerit Sekretari i përgjithshëm. E keni mungesë respekti ndaj asaj tash, se u drejtova Se ka asaj. firmuar sekretari i përgjithshëm. U drejtova asaj. Kemi qenë në bandë e kemi baherët me Mustafa. Sekretari i përgjithshëm. Çfarë? Është administrator bashkie. Si jo, është sekretari, nuk është administrator, është mos jepni, ja po keni sekretari. Di shumë mirë, mos bësi për këtë. Ja po keni dhe drejtori, po kemi sarda vendore të ikon. Ato që të ndërtojnë kompetencë. Po, mësera. atëherë për kontratat e reja, do të thoya kontratat për ujin e fishëm janë kërkesat që bëjnë kryetarët e fshatrave ose për minjit e varrezat për lidhjen kontratë uji ose të pulla që janë lidhur, të bëjnë kërkesë që vendosin sahate. Dhe këto janë kontratat e reja, si për ujë. Mbas për kërkesave që Po, që para sjellën. kërkesin. Nuk ka thënë. Na bjerë kërkesën, ku është kërkesa, kush ka bërë kërkesë për këto tash? Mirë, është gjë tjetër nuk i duhet kërkesa dhe tash kërkesat në Çfarë kërkesë s'ka nuk i fare ka marrë çfarë kuçet. Po pinta, jo. Këtu nuk vjen kështu që mina tonë çojë këtu. Të lutem. Na bjerë këtu, këto kërkesa ka komuna Kajën, ka këtu hindu treguar Nuk ka deri tani, si dakord të lidhen. Po s'ka për nuk ka, dhe gjithë. Prandaj Ata ka kompani për kërkesë. Ka më dije më është duke. Okej, vej. për të lidhur fondin. Në fund se do urisë po çon. Tash mund ta shtoj këtë kjo e lidhjes ujit. As dum. Ose Jo dum ne. këto kontratat që kërkohen, drejtoria e ujit fishëm kërkon që siç ke pasur dhe që ka qenë në bashki këto varrezat Po, lidhje që pa ligj. ishte nga këtu quhen lidhje të paligjshme. Nëse nuk pajis me kontratën. Automatikisht këto Po jo, Ka projekte, da bjerë projekt. Na bjerë projekt sa po rreth sa kështu. Po kemi ta them, jo, po ta them Mirë në vërtet. dijenin time që jam pjesë e saj. Dakorde, jam dakorde. Ka i projekte apo po sa po rreth sa lektura janë çek. Jo, çfarë ndeme?
Atë i ke fshat qore. Që jam Ka 30 vjet që po gjena shëtësore, s'ka ujë, s'ka... Po mirë, Vjerë me ta diu ta kontrolloj nesër, se qytetarët ta kontrollojnë. Jo, do të thonë që marrë se ta drejtë, që ka kushtuar, janë tre për këtë arsye. Të lutem, iku koha kur çoni mushte këtu sa rregullojmë ne ku çojmë. Na mushte ku tim këtu ose na mushte thesën se e dimë ne ku çojmë. Tash na puna bjerë, ku do vjen to lekët dhe janë dakord. Na bjerë, filëm varrez, filëm komunën e dellën lekë. Jo, por e Për çdo bodi. Çfarë që kjo puna që të trajtojmë na dojmë bam, e nuk është bojë jam. Ku është bojë me ata? Ti do ta shohësh si qytetar. Fare. Asë sa fare. Jo pak dalë një çet fare. A në vini skara ti sa që thot pa mirë ti që duam ne top. Ne skemi tek bashkësia policare. Dorë. Situacion për Korën mos ti. Jemi votim projektin, kush është pro? Kundër. Abstenim. 2 abstenim. 4 kundër, nuk miratohet. Faleminderit. Kalojmë tek pika tjetër e risitës. Ndimi aty shtetë buxhetit bashkisë për vitin 2026 edhe çfarë? Jo, kjo është PBA-ja, mbasi u miraton. do pat dëshira më shumë pak. PBA. Nuk pat drejt. Ajo në specifik do lidhen 5 varreza, pa fuskojnë. Uja. Prime, Jesë kontrata ditë për. Vazhdo. Atëherë ke projekt vendim ndimi aktivit avar për rezultat shpenzim për projektin e tjetër të nesër 2027 faza e 2 PBA. Kush e bën këtë projekt? Drejtora e Financës është pasi u mor miratimi fazës parë nga hera e kaluar në Këshill, erdhi faza 2 nga Ministria. Duke parë tabelën e PBA-s nuk ka asnjë ndryshim nga faza e parë. Por miratohet në Këshill një herë, pastaj vazhdohet faza 2 që i dërgohet ministrisë. vazhdo procedura. Po, përdorur procedura, nuk nga faza parë nuk ka pas. Nuk kemi ndryshim. Jo. Pyetja e vetë projektit, zyrës. Diskutime? Kaloj votim. Kush është pro? Kundër? 1, 2 kundër, abstenim? 3 abstenim, 1 nuk vjen pjesë votim. 9 vota pro. Kalojmë ke pika tjetër e identitës. Negativ trajt të bashkëtimit ekonomik kryor dume... Në vota prova, unë me aty kërë për vendim për. Do një në vota. Në papëshin faleminderit. Kalojmë tek numër 6. Projekt vendim për miratimin e planit të mbështetjes ekonomik kryor Dumre. Ç'është kjo? Ç'lodi? Edhe unë jam President Ganci, GRP është, për ata që njohin, pra bashkisë Flesh. Edhe për këtë planin, plan të shpjegoj çfarë është plani i bashkisë, se kjo është edhe çik kështu çështje profesionale. Si ti vullon ndryshe. Menaxhim bashkërim quhet si dush, po ta shpjegoj çfarë është. Është pa më shumë se planet vendore, apo planet urbanistike. Edhe kjo është plani i pyllit. Ku inxhinier, kompania që ka dalë fituese, që është bërë shpërndëru edhe legët ka kaluar kokën e Këshillit, ka bërë studimin, ka bërë mbajtjen terren dhe kanë bërë dokumentin. Që ja kanë paraqit kemi 1-2-3 dosje, sepse ka shumë volum prandaj su bën 4-5 apo sa kërkohet. Që kanë relacion sekretarin nimi. Kjo do të shkojë vetëm një vendim, miratim para nga ne, sepse do shkojë ministri
siç është bashkë me vendimin që do marrim këtu, nëse do ta kalojmë, edhe do kontrollojmë nga specialistët e ministrisë, inxhinierë. Nëse ka gabime teknike nga kompania që e ka bërë nga firma që e ka bërë, normalisht kthehet mbrapa për korrigjime për ta punatyr për të komunikimin shenja. Po është thjesht draft, nuk do që të bëhet ndërhyrje punim apo ndërhyrje. Në plan mbështetimi janë parashikuar ndërhyrje që do të bëhen fond pijor, rrallime, pastrime. Nëse pak të pranë mbështetimit realisht ne nuk shfrytëzojmë dot pyllin. Kemi disa pisha që rrëzohen atje në dëshira, kush është nga dëshira, por ne nuk i heqim dot, sepse skemi këtë ja çojmë ministrisë, ti bëjmë një relacion, ti apo vëllojmë edhe thotë ok, me që ke miratuar në kanin, vazhdo hiqi, përdori pastaj ndoshta edhe dy zjarrit që mund të jenë parcela. Masi çdo gjë bëhet nga ministria pastaj. Nëse miratojnë këtë, ja çon pra ministrisë na duan dru për shkolla. Nuk kemi se të përcaktojmë një parcelë, e miratojmë ministrisht me punëtorë të shërbimit, pastaj au të krijojmë një brigadë, ku të diun 5-6 vete që ti trajnojmë, të përdorim motosharrën, sopatën e këto, edhe të lënë drejtë shkollave nga parcela, nga pyjet. Edhe për banorë, për shembull, kush është me çdime ekonomike, mund sigurojnë ndru aty dhe me vendosur asaj kohë bashkërisht një çmim në të ulës sa tregu. Ndoshta 10.000 lekë tarifë simbolike. Por pa pas të dokumentin ne nuk aplikojmë dot për bën ndërhyrje. Nuk aplikojmë dot edhe për marrjen e gram lidhje si çka mund të nga i parti, nga jashtë apo nga rrova investime si gjë. Ky dokument është shumë i rëndësishëm për pyetje. Faktë të bëjmë dot asgjë. Tash, kjo është me atim para pak, pastaj do ta çojmë draftin në ministri të kontrollohen nga specialistët, nëse të jenë okay, do vi me atim i vjen përfundimtar në ministria. Nëse ka pavarësi, e rishikojmë. Një kuriozitet. Po, Administratori si ka Lutfi? Ja, është administratori i kompanisë që ka fituar vendin për të projektit. Por stendri këtu të ne që ka fituar. Po. Që ka po projekti tanë për shi. Jo, është kompani. Ka kritere për kësinë e kompanive? Është do me tenë kështu me procedurë juridike. Është boten. Është bo, është bo, ka dalë ka lusi, ai ka kryer punimet, ka sjell produkti përfundimtar, po kemi tash si kam këtu, po do të ketë ka pas inxhinier grup, ka 3 kanë inxhinier në këtë ka pas mjetet, bula, edhe eksperiencë, do thonë të punimin gjashme. Pa më shumë kriterë që zaton 10 vjetar kompani. Kene të tjetë interesuar? Ishte kene? Tash mos nuk kam qenë pjesë se kësaj. O vendosim që të nga Po do të jetë rrotoj po nuk e di. Unë për këtë problem nuk jam i bërë numër fare, por a ke është bojë plan. Ku janë parcela? Ku janë parcela? Niku ke plan aty. Ke pa dosje. Vot fjalë për ekonominë pyore dumre, ti shtrirë dëshira. Sa hektar janë? Ku janë pjesët janë? Po për ta thënë, janë 800 ca hektar. Nga studimi nga hartë që i kanë çfarë të tjera, edhe parcelat, çdo parcelë ka hartë, pikës është bërë më i qartë kufinë që kemi me pyet privat. I ke hartë, po ta hapësh duke 6 harta. Dosja këtu. Ke dosja aty. Po na duhet ta mund të bëjmë. Tash, por ke shkruar ato vetë. Mos jemi specialistë. Jo, s'ka problem, jo, pra. Është çështje Se edhe i them të qytetarët jeni të painformuar. Dhe këtë pjesë Para me fal ploti, para 6 muaj në janari, erdhi kompani gjykatare ose një me firmë ja për pyll privat, edhe prej 4 hektare gjysmë pyll atje. Ju nuk e dini fare për moj të fshi. Edhe arritët që nuk e unalur masi prej 4 hektare gjysmë. I naloj policia se bashkia nuk i naloj të. Ja është Unë kam gjallë të po, e di. Ta mbaroj. Ajo pjesa që nuk e ndalon bashkia, sepse bashkia nuk ka sekretariat të Jo, pyetje. qërë bashkia. Nuk ka sekretariat të pyetje. Edhe pastaj pranë çoni kemë të. O, vërtar, e ka marrë, jo prejmë pyllën filisa të reja. 3 metra pyll, e rraf shumë për panelet diellore, 10 hektar. I gjobisi. E kam malu, ku se kam djallë unë i ty. Kam të stugjit, Osman policia Luqis, se nuk në vëtë, o marrë i kjeni stanon nga Luqis, dhe Elbasani ka arë policia, ka arë ata se në ishe e rraf shumë pyllët gjithë, ati ka kanë. Katastrofë kanë po. Këta kemi ndorë vetë pastaj. Kanë po katastrofë të pyllët.
Jam dakord për këtu. Na shkon të shkojmë Roman. Tani jemi në kjo pikë. Tashi, po ku jemi këtu tashi unë nuk e di se Ja, sa. ka frikë çfarë? Jo, më këtë pikë për të kaluar këto sot. Unë nuk di sa ta menaxhoj nesër. Jo, ta shpjegoj unë. Unë nuk Pasi jam kalojmë, do të shpjegoj unë. Pasi kalojmë te ky është tash plani i përgjithshëm. Është plani i gjithë ekonomisë pyore do të është 800 hektar. 800 hektar. Momenti që neve do përcaktoj, po këshill do vi, një parcel, që okay, do jemi 20%, 30% të atyre drurëve të tjerë. Numri i drurëve është përcaktuar aty të shkruajmë. Edhe volumi total që ka për çdo parcel. Edhe do të thënë, po okay, kjo parcel ka 200 metër kub total. Na kjo do jemi 10%, 20 metra. 20 metra, këtë o do të bëjë, po bashkë do të diskutojmë, po këshill do vinë, o do të bëjmë punëtorët e bashkisë, o do të krijojmë një brigadë, o do ja sillim propozim me një firmë, me kompani tjetër me kontratë që okay, të mbëshyrin nga ana jonë që mos kenë ndërhyrje, dhe mund të jenë faza të tjera. Ndërhyrje nuk ka aty. Kur do të fjalë për ndërhyrje do vi prapë këtu projekti për ta kaluar këshill me çu ministri me mirëfillim në një fazë. Duke qenë po procedurë. Duke qenë po këtu, Bullari ka hyrë Bullari në pjesën e territorit bashkisë. Ka problem, jo, ta thënë atë. Ka ardhur edhe ka po shtullzon ato pa mbellullim. Ta them unë. Mbyllin to. Ta them unë, nuk ka ashtu. Te lumit. O xhemat, po ngjomër se. Po ngjomër se jam unë tash. Aty ka problem se ka i përplasit me zonën kadastrale. Ajo zonë ku është Bullari është zonë kadastrale Ceriku. Të gjitha zonat, edhe kontratën ato është zonë Ceriku, është bashkë Ceriku. Po te vollet. Hape mapsin, hape asigun, e do ta tregoj, po që çu pastaj. Po s'më intereson nuk pjesa jonë nga territori jonë është vërtet. Te dedo sa ata ira. Është zonë pjesë zonë kadastrale. Po ne do të merr të shumë 27 hektarë Bullari. Po çfarë Lutem, përqendrohemi të gjithë publike. Po për mua kjo tash është thash para prakë do shkoj për miratim me kush është pro çka keni shumë kundërshtimin e gjë që shkruajnë foni. pro Por nëse kemi asnjë gjë kundërshtim. Kundër. Shumë mirë do ishte. Kundër abstenim. Ishte prove. Pa dili pro. Vjen pro. Hapa të kasë në rrugë. Ose s'është ne kështu gaton drejt, nuk është ka hiç. Tash do kaloj fila të tjera se ajo po si po. Ai po shkon do të vijë të dyqanin edhe mos shkon prisë në kryqi. Çe po dai, me biberin. S'ka shumë. Jo, po nuk kalon si dia, para Ta marrë Bullari nesër Nuk kalon si ma ligji i pyve thot nuk kalon si gjë pa këshillë. Boti kontrati ashtu. Do t'ja faleminderit të lutem. Po herë të shpreh zotëria, s'e ndalon. Pika 7 e ditës projekt vendim për ndryshimin e vendimit të Këshillit Bashkiak numër 8/6/2022. Po këtu. Po këtu jemi, vazhdo. Kemi pas. Po e kam. Ka një çuk do të bëjmë një ndryshim të, sepse çka kemi bërë në 2022, kemi pun këshill e kemi kaluar atë dhe kemi bërë vetëm për dhënien përdorim. Po prita se kemi dhënë për çim përdorim, kemi kaluar. Madje bashkia ka dhe kontratë për atë, edhe i marrin lekë ose test për fond pyor që shfrytëzon rrugën edhe linjët. Është 400. Tashi, në atë vendim neve nuk kemi bërë heqjen e fondit pyor që janë dy shtylla. Një është në Dolën, një është në Rrenas. Ajo pozicionimi dy shtyllë jemi ne dhe bashkia Patos kemi ngel pa heq fondin pyor. Po të fjalë për 0.058 hektar. Shtylla që vendos atë hiq nga fondi pyor, aty ku është vendos shtylla. Ka privati atë pjesën. Ato është linja 400. Linja 400 edhe ke çat net privat shtet është linja që fillon Greqi. Nuk ka sa të vjen Shqipëri, Maqedoni. Jo, se ka ai pretendon, por nuk është brenda certifikatës së atij duket. Ligji na fondi pyor, por teksa është fond pyor e ka Fond pyor, po, pavarësisht se është privat. Ato lloj territor. Vetëm kuadrati, vetëm ku vendoset shtylla. Duhet marrë në dinë që ti jemi okay. Vetëm ku janë ato dy shtylla. Një është në Gjolen, edhe një në Pomerov, thuaj. Jo, zonë, marrë. Jo, thuaj. Janë informuar
Banore dhe banore do kaloj ka të shikosh. E ka marrur. Kjo është lloj fundimit, promocioni i kësaj nuk është bën nga ministria, sepse kjo ka vite që domosdoshmë është linjë, nuk është çështje e përshkrimit. Tani konkretisht atje do kaloj, janë informacion. Ajo është ngrit linja. E legi njerëzit ka marrë dasbilet aty ka pasur sponsime ku kanë shtyllur këto private. Është shtrihë gjithë. Edhe nuk ka pas tokë private, banorët janë informuar, ka marrë edhe janë student për blytë, domethënë kjo pjesa që janë hequr të tokë. Një frizë dhe punës. Problemi është që hiqet nga fondi pyjor, kaq. Po, na kërkon edhe ministri thjesht procedurë që duhet ta heqë. Mos dëgjoj. Konfesime, ka pas konfesime, Po ka pas. Jo, disa Po, ka pas. Ke privatit, po, ka pjesë private. Që kanë të tokë filanit, të certifikatit, të çu kanë shumë. edhe në përparcela, diu disa raste kush ka pas interes ka ndryshë pa të sasia i vogla si Sa i mën taksa. jo më se shumë djalë zgjidhen dhe privatizat. Po pra. Brej vogël. Sasia i vogla është Kush është pro projekt vendimi se gazyra? Kundër, një abstenim. Nuk ka mirator. Faleminderit. Ai do të thotë që Jo faleminderit. Projekt vendim për miratimin plani lokal të menaxhimit të vendeve urbane të bashkisë Belg për periudhën 2026-2031. Po atë, do të thaj ose Bjeliç. to kaloj. Po këtë gjë shtuese. Ai nam gjithë. Ka mundësi mund të jemi këtu në vetë. Ja do të shtuaj. Përshëndetje, jam Shehe Ndoni, Shpërdisë Burimi Njerëzore. Vazhdo, prezanto Shehe. Shehe Ndoni, Përgjithësia Burimi Njerëzore. Hartimi i këtij planit është një detyrim ligjor për njësitë e qeverisë vendore, sepse përfaqëson dokumentin kryesor strategjik që përcakton objektivat, masa dhe veprimet konkrete për organizimin dhe përmirësimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve. Objektivat kryesore të planit të mbetjeve janë përmirësimi i sistemit të grumbullimit, transportit dhe administrimit të mbetjeve urbane në të gjithë territorin e bashkisë Belg. Rritja e mbullimit me shërbim e pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve për të gjithë banorët. Ulja graduale e sasisë së mbetjeve që depozitohen nëpërmjet ngritjes së riprodhurimit, riciklimit dhe ndarjes së mbetjeve në burim. Rritja e ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor të qytetarëve, institucioneve dhe biznesit mbi menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve, përmirësimin e infrastrukturës dhe pajisje për grumbullimin dhe transportin e mbetjeve. Zhvillimi i bashkëpunimit me institucionet qendrore, njësitë e tjera të vetë qeverisë vendore, sektorin privat dhe partnerët e zhvillimit për realizimin e ndryshimeve në sektorin e menaxhimit të mbetjeve. Plani është hartuar mbi bazën e analizës së gjendjes aktuale të menaxhimit të mbetjeve në Bashkinë Belg, duke marrë në konsiderat zhvillimet demografike, ekonomike dhe territoriale. Plani përcakton analizën e situatës ekzistuese të menaxhimit të mbetjeve, parashikimin e gjenerimit të mbetjeve për periudhën 2026-2031, objektiva strategjik dhe treguesit e performancës, programin e masave dhe investime prioritare, planin financiar dhe burimet të financimit. Mund ta shikojmë edhe të planin. Ju planin e keni gati? Po, e kemi tonë. Gosht. Ja, kam unë. Jam parashikuar sa. Siguri kemi atu janë po këtë vitin. Është bërë shikim e ka kërkuar përsëri në ministria. Siç ishte edhe ajo e Mbashtin. E ka kërkuar për 2026-2031. Po, ka qenë 2025-2030 e kanë kërkuar 2026-2031. Të shikur t'jesë që të po dhe në atë kodë, ne po i qojmë betit, po i qojmë në Elbasana, po jo. Ku i qojmë betit? Në Elbasana ku në lishme dhe i gjim nesër. Pra, të të i qojnë i pra. Që du ti? Ajo është bërë bashkime se sa për gjithë të se sa kontenirë të jenë dhe se sa herë do të pastrohet. Të shikemi ato këto, ne marrëm 2026, për të tjera 2031, në spak Plani najmë bëhet për 5 vjet, nuk bëhet për... spak najmë dhe shqipet najmë në 2031. Bëhet për... Aktualisht po keni pikën e përmbullimit të mbetjeve. Në Elbasana pra, për dhe se dini dhe. Ë? Ato bëme. Në Elbasan. Pa, nuk e diti. E atje e këshkumin. Ne i qojmë pra në se në dhe në cikletë, ne i qojmë pra në Iniciatorë.
Është shefi i njëzore. Po, prapa i qoj. Ne po shkoj vetë atje. Ti s'qoj në vitamina. Tash sot do. Po le të shkoj vetë atje. Po le të shkoj vetë. Na pikësh Ne të tash. shkojmë brenda të ekipit të Ata e lutëm, faleminderit. Kush e do fjalën e diskutime, i lutem. Flasim me njëra. Me lejnë kryetar, unë jam kundra këtij projektit tim që është bën veti, sepse neve kemi arguar to, marrojmë siç e kemi nisur, do të tjerë pastaj kismet këshillin tjetër. Kjo është përkaruar se janë bërë ndryshime të shtesa e kontenerëve. Çka është marrëdhura? Pra, to është më keq, se doni lek prap. Këto shtesa do keq, vazhdoni mund për mund dini shtesa, se do na duan za lek prap. Po jo, kjo kërkohet nga ministria, nuk është Çfarë ministria se më vjen, Po, vazhdo. Kush e do fjalën? Rreth projektit. Der, Ska pas mundësi ta lexoj. Martina, Jo, ska pas mundësi ta shikoj, domethënë duhet kohë. okay? Më shikoj që vetëm gjëna retorik letër kemi, në praktik, gjithmonë do të Qyteti pastruar, po rreth. Tani ka problematika plot, po Tani mos nomi që është ne jemi të më pafër në Shqipëri. Edhe këtë nuk ka ka problematika. Po është problematikë e madhe më jo. Ti do të jeton në Tiranë, do të të flesh te ime, ha? Nuk ka do dritare në të s'është larg kurave të zeza vjen herë. Unë që flas ty, që ri shpesh, dritare nga dhoma ku flet nuk ka hap dot në mëngjes se vjen graf më jo. Çfarë po fuçoj pas të punë? Tash i flasim me gjëra konkrete. Po flasim tash se po shikoj se po fshin janë. Po shoh që këtu në probleme fare me menaxhimin urave të zeza, Po absolutisht. çfarë po thuaj jo tash? Ajo është Shtesë drejtërisë pra do të qenë hodëm lek, ju bo firma të hapë sa hapë. Mos jemi këtu hyrë. Mos e hapë, mos shkojmë. Jam do. Po kurse do të vish më bëj gjëra. Edhe ta shumë të kanë sinqeritet. Po tash po më themi biçë shi pasta. Po to pastorat a pastrove. Ka nevojë, ka vend për përmirësim sa po. Tani kemi administratorë me Ronaldo. Problematika ka shumë. Administrata ka pas vazhdu, nuk është 12 vjet bashkë e Beçit, se bashkë e Beçit Jo, është në dyshim. po fal. Ka Janë punuar. 3 mandate. Lutem shumë. Se kam parë, nuk kam dëgjuar. Edhe kam pasur. Ky projekt ndihmë në energjinë vetë evropane. Ka të bëjë Përfshirë. përfshin të gjithë. Përfshirë. Po nuk ka nisë. E viti urbane. Goxha i bafë. Po shi masë, të çfarë bëjnë në s'është i madh, në çuditsin, në s'është i madh. Se 800 milion lekë për pra atje nuk ishin të dhej. Kurse për këtë kush i masën e po e mohemi, po e mohëm spital. Pra na i kërkojnë ti bashkën ato bashkimet ato siguro ku gjej për të bërë atë punë. Ashtu. Problemi është ke menaxhimi të asaj. Nuk e marr fare me shaka. Një civikie tash më Po. dëgjoj. Doktor, ato lloj problemi nuk e marr fare me Një shaka. civikie, pra na i kërkojnë Po bashkimet. patjetër, se lekët janë përpara se i menaxhon. Unë nuk jam fare me shaka për atë problemi atje. Sepse ai lloj problemi atje është vërtet kancer për dumren, e për fëmijët tanë. Është vërtet kancer. Tash i flasim këtu, hajde flasim, bëjmë me letra, jo bëjmë plane, jo urban, jo ku se fshihet, jo ku qyteti është i pastër. Po jam në kurëngesën në çon do të fni kopësh, nuk do vjen dimri me ato me atje farbullu. Kemi 3 vite që kemi rrugë të brendshme të qytetit. Po rrugë e brendshme të qytetit këtë bashkia është. Kemi 3 vite. Tash i flasim, bëjmë sa gjëra konkrete. Dakor po japim për te. Dhe për turizmin japim. Nuk jam kundra mundësisë së turizmit. Nuk jam kundra investimeve. Po pakën ke 3 vite që ti ma bi prapë nuk dush benzime për rrugë të brendshme të qytetit. Por mos thuj një rrugë brendshme të qytetit që ke bërë. Ke pallati ku jam unë, pashtruash. Tu pashtru. Ku i ke? Po pastru po ke rrugë që janë degraduar tani sot e 15 vjet që janë shtruar një para 15 Tash ai jemi të shërmajnë Sepse po sa gjëra flasin se gjëra. Kush është? Për të thënë. atë hemi votim kush është pro? Kundër. Abstenim. 1
Nuk meritojnë. 9 pro, 1 kundër, 5. Do një projekt e ka një pagën do ta miratojnë, po marrojnë mandatin e miratojnë një gjë. Kalojmë ke pika Shteti me privati. për projekt vendimi me atimin e shikimit planit integruar integritetit bashkisë Belës për vitin 2006-2007, që është ky? Ka si synim kryesor të sigurojë funksionimin e një sistemi efektiv të menaxhimit të integritetit në nivel bashkisë dhe do të ndihmojë administratën vendore në përpjekjet e saj për forcimin e etikës dhe integretit. Objektivet e këtij plani janë pasurimin e kuadrit strategjik të institucionit të bashkisë, promovimin e vlerave të mirëqenies, mirëqeverisjes, rritjen e besimit të qytetarëve te institucioni, sigurimin e shërbimeve cilësore për komunitetin. Kjo ka lidhje me qëndrueshmërinë e bashkisë. Po, ka lidhje me funksionimin e zyrave, menaxhimin. Bëjmë kjo për thënë kryetar. Po, bashkëpunimi midis zyrave. Po, bashkëpunimi sa më efektiv dhe të shpejtë ndërmjet zyrave, sektorit dhe drejtorive. Ka një rëndësi të madhe për disa arsye thelbësore, forcimin e integritetit institucional, parandalimi i korrupsionit, rritja e transparencës dhe llogaridhënies, menaxhimi efektiv i burimit njerëzor, përmirësimin e shërbimit për qytetarët, ndërveprimi më i mirë me publikun, menaxhimin e riskut. Jam shumë dakord. Ti bën edhe trajnime madje, se gjysma e këtyre pa ofendime nuk din çfarë pozicioni kanë. Janë pozicion, por nuk e din çfarë punë kanë. Pa të mbaj një muaj kam qenë vetë në një nga ato zyra, nuk pa rëndësi ka. Nuk ishte ai pari punës, po 4-8 vjet që ishin aty nuk dinin të bëjnë përgjigje për një gjë që doja. Te plani janë caktuar dhe kush janë. Po paktën po i mos bëhet vetëm kuptoj, po mos bëhet vetëm letër paktën. Okej, ja se po e miratojmë, paktën ndihmojmë, kjo do ju bëj qytetari, sa i qytetari do vinë për këta njerëz. Po paktën miratojë dhe jo vetëm ti kemi si fonde, i morët fonde dhe i vini letër. Bëni trajnim paktën. Të di ku janë dhe çfarë po bëjnë. Kanë filluar trajnime, unë sigurimi njerëzor, kanë filluar trajnimet e punonjësve, për gjitha drejtoritë, pra ministrive. Të që u mendoj që në vetë legët, por këtu ka i parim. Një është komandanti, tjetër në shtarë gjithë. Ma mirë me thonë, legët e hitën, por janë në shtarë gjithë. Dakor? Atë sa po fasho... Shumë jere dhe, është ka diskutime tjera këtë? Ska. E votim këtë shpër? Kundër, 1 kundër, 2 kundër, abstenim, 2. Mira të herë. Një vota pro. Në mërë një, se 10 këtë. Kalëm këtë pika të ndryshme, një kërkesë për një financiar, faleminderit. Kërkesa të ndryshme, një kërkesë për financim për ndihmë financiare nga Zonjusha Verushit Kutesi. E kemi para, tani kjo ka të bëjë me këto fondet normalisht që ne nuk kemi buxhet. Jo, ka të tjera. Nuk kemi buxhet. Po nuk kemi para sepse ajo shumë ma që në dashë u shimë kisha, jam në bëjtë një manë bëjtë që të shumë bugjetit ko. Verushe Kutesi. Që është Verushe Kutesi? Po të stime Jaho Paja, mama stime Jahoja. Jaho Paja. Unë përbëj nga Këshilli Bashkiak Belësh, për maman time, Lahe Paja, ore Ismail. Po pse s'tuti? Se në tamu, s'kam nga tamu, nga prodhi kushtjerë. Verusha që ka motra e Ismailit. Pastaj. Po bje më voti, dhe imi kush është, unë tani nuk e di bjemi në që bjemi ka Verusha, e më në buret. Si që ndronë puna, Ismail? Kush e bante? Kush e ka? Të shio për shpinë, shiko, lezone, me qenë shëpia ime u shem 4.000 edhe këtë 4.000, këtë tani. Komisioni ka vlerësuar 18 milion lekë, por Bashkia e Belësh duke ndërruar listat, me emra nuk e mori lekët asnjëherë. Kush i mori? Kush i mori aseriu me ata, me mori me ta, kush i mori? Deri në plafoni. Kush i mori lekët? Ata që lëvizën ato letër. Si po, në atë kohë. E në ngeli, të që, ka bajtë puna që i gozat, ato modat e mija të që pajtë. Do jetë kush i mori lekët dhe. Lekët. Se unë kanë qenë vetë ku lërësu. Lekët morë ata që deshë për vetë, tjerë të dalë jashtë loje. Do jetë. Po si ata janë përgurinë. Ajo thot shumë bukur, me listat e emra nuk mora lekët për një rinovim shtëpie dhe
kur është marrë me atin i listës për të fundimtare, besoj se ka pas një Ishte këtu lista në aparatit këshill neve, edhe u çu listë tjetër atje. Do jetë komisioni që vi. Sa nuk ka komision dure. Që komisioni më të. Ore komisioni komisioni ka vajtë atje këtë edhe çmoj këtë. Por e ka çmuar pra, ata do me lënë. Po mori. Ore kush e mori, unë nuk kupton çfarë. Ishte lista. Jeta e shpirtit. Po edhe pa çajera kam ka 10 vjet nuk gjë moja. Çfarë lista? Po pse më çfarë lista nda? Lista që e hojë në listë. Jo, po diskutojnë që tjetër. Në lidhje me, sepse bashkia normalisht duhet të kërkoj fonde për riparim shtëpia personale të tjera, normalisht. Riparim një dhome, 2 dhoma, se është e mundur. Dhe diskutoja me Albanin që kemi rëkuar në ministrisë dhe akoma s'ta kanë afër ministria. Që paktën të jetë një shmundësia për të rehabilituar një dhomë ose 2 dhoma për jo vetëm për këtë rast, nuk e kam bërë për këtë rast, e kam bërë për raste të tilla, të cilët në zonë besoj që do ketë shumë. Prindër të cilët nuk kanë suport dhe fëmijëve dhe ndihmohen. Duhet ta pasi telefonin sa Do jetë lista e kushtuar të lekët. Nuk gjerë. Thashe, u miratu lista në këshill të spjegoj, u miratu lista me 139 tu, edhe miratu me 139, u të për mund tu, shkojti kina e 19. Në fund lista, ka bërë një kohë e qoj kina 11 atje. Pra nuk kina në mojë, më kaloj, që që për letë. E në problem, është problemi gjata. Pra, aseriu që blerë telefoni e kore që u hullet i ka i Arabi e Mustafa Arabi, e në lakët listën tu, në shkojti i poni listë tjetër. Poni listë tjetër me vurë në qep, me vurë në aseriu. O të të gjë e thonë prokuroria. Mirë atëre, kërkesa zonës së shëndetësisë, por ne nuk jemi buxhet